Pas pothuajse një viti ndërprerje të dhënies së kartelave elektronike shëndetësore, prej sot të siguruarit do të mund të pajisen me të njëjtat. Pas njoftimit të javës së kaluar nga Fondi për Sigurim Shëndetësor të Maqedonisë, edhe në Tetov ka filluar dhënia e këtyre karteleve. Nga Njësia Rajonale e Fondit për Sigurim Shëndetësor në Tetov, theksojnë se ka filluar dhënia e tyre dhe ka interesim të qytetarët për të marrë kartelat. Pas dhënies së informatës nga Fondi Republikan Shëndetësor, Njësia Rajonale e Tetovës i pranoi kartelat e ngelura apo ato të cilët i aplikuan qytetarët dhe duheshtet i marrin, dhe neve prej sot, ato kartelat i kena në zyrat tona. Numri i përgjithshëm i atyve kartelave është 14.891 kartel, në Njësinë Rajonale të Tetovës, nga të cilat 2012 janë një gjysore dhe 12.879 janë dy gjysore. Të gjithë sigurusit të cilët kanë aplikuar brenda vitit 2014 dhe 2015, të cilët nuk i kanë marrë ato kartele elektronike, lirisht sipas nevojës apo kur të munden, mund të vinë në sportelin e Fondit për Sigurim Shëndetësor dhe ti marrin të njëjtat kartela. Me ndryshimet e bëra në rregullore, fëmijët e moshës 3 vjeçare nuk kanë nevojë për kartel personale, por e shfrytëzojnë kartelen me të cilën prindi është i siguruar. Ndarja e kartelave elektronike është e bllokuar për një periudhë të gjatë, për shkak të anulimit të procedurave të tendereve për zgjedhjen e firmës e cila do të realizojë përpunimin e tyre. Kështu që qytetarët kanë qenë të detyruar që të vazhdojnë të marrin kupona shëndetësor dhe të përdorin librezat e vjetra. Në nivel të Republikës së Maqedonisë do të shpërndahen kartele elektronike për 106.500 të siguruar.